Albert Einstein ishte një gjeni i rrallë. Është ai që zbuloi teorinë e relativitetit, njihet si babai i fizikës moderne. Fal inteligjencës së tij, emri i tij, Einstein, është shndruar në sinonim të genialitetit. Gjatë rinisë së tij, nuk arriti të gjejë një punë të përshtatshme. U përball me probleme nga më të ndryshmet në jetën bashkëtorë dhe ardhmja e fëmijëve duke i zymt. Njëri prej fëmijëve vonte nga skizofrenia, kurse tjetri jetonte larg dy prindërve. Nacionalistët gjerman e përndoqën sepse ishte çifut gjerman, ndërkohë që njerëz të tjerë urvateshin ta privojnë nga të drejtat për shkak të teorive të veta. Të gjitha këto e detyruan të braktisë Gjermaninë dhe të migrojnë në Amerikë. Para vdekjes, Shërbimi sekret akuzoi për bindje komuniste për shkak të kritikave që i kishte adresuar kapitalizmit. Njëherë ai shkroi: "Jam shndruar në një rrugaq dhe ngatërstar në dheun tim të ri, dhe kjo për shkak të paaftësisë sime për të mbyllur gojën dhe për të duruar gjithçka që ndodh këtu." Edhe pse ishte çifut dhe indikuar nga sionizmi në një fazë të jetës së tij, ai ndryshonte gjithmonë mendimet e veta. Kur i ofruan postin e presidentit të Izraelit, ai u tha: "Unë jam njeri i shkencës, jo i politikës." Einsteinit i trokiti fati në derë për të bërë një nga njerëzit më të famshëm në botë, por ai preferoi modestinë dhe thjeshtësinë e tij, duke e zhveshur veten nga çdo tipar dallues. Shpeshherë ai thoshte: "Kur kam qenë i vogël, gjithçka që doja ishte të ulem në një qoshe dhe të bëj punën time, pa të rrequr vëmendjen e askujt. Kurse tani, shiheni vetë çfarë më ka ngjarë." Tregohet se një herë ai ishte gjatë rrugës për të mbajtur një leksion. Shoferi i tij i thotë: "Zotri, unë e di që mbajtja e leksioneve dhe përgjigjja ndaj pyetjeve të auditorit është diçka që u është bërë monotoni dhe u ka dalë qefit. Çfarë mendoni që t'u zvendçoj unë këtë leksion, aq më tepër që auditori nuk u njeh personalisht? Unë u ngjaj shumë edhe fizikisht, flokët i kam njësoj si të tuat, dhe ja kam idenë se për çfarë do të flas." Einsteinit i pëlqeu kjo ide. Me të mbëritur, shoferi u ngjit në foltore, ndërkohë që shkencëtari vet u ul në rreshtet e fundit i veshur si shofer. Leksioni shkoi për së mbari. Diku nga fundi një pedagog u ngrit dhe i drejtoi folësit, të cilin e mendonte se është Einsteini, një pyetje teje të vështirë me dëshirën për ta vënë në siklet shkencëtarin para gjithë atij kallaballoku. Këtu, ligjëruesi, që në fakt ishte shoferi i Einsteinit, i dha një buzëqeshje profesorit dhe i tha: "Pyetja juaj është mediokre, i nderuar, pasi përgjigjen e kësaj pyetje e di edhe shoferi im, i cili do të vinë në çast dhe t'i përgjigjet." Me njëherë u ngrit Einsteini, që qëndronte ulur në rreshtat e fundit të sallës dhe ju përgjigj pyetjes në mënyrë të shkëlqitur, duke i lënë me gojë të hapur të pranishmit. Sigurisht që Einsteini i ka ofruar njerëzimit një shërbim të vyer, por çfarë shërbimi i bëri vetes? Ai nuk do i dëgjoi lëvdatat e njerëzve. Në fakt, atij nuk i bënin përshtypje fare lëvdatat. Nga ky aspekt, një punëtor që ropatet çdo ditë në punë, i lumtur me veten e tij, familjen dhe fëmijët, si dhe një beduin në shkretiri i cili ndjek pikët e shiut, është më i mirë se sa Einsteini. Prej një besimtari kërkohet të jetë modest sa do lart të qëndrojë dhe sa do dhun t'i dalluese të ketë. Shumë njerëz bëhen të famshëm fal sportit që ushtrojnë, kurse emocionet e publikut dhe tifozëve formohen në mënyrë propagandistike në interes të lojtarëve të rinj. Në letërsi dhe në dram, personazhi kryesor quhet hero, edhe pse mund të jetë hajdut apo vrasës me pagesë. Një ligjërues orator menjëherë fillon e bëhet i famshëm. Ai e haron totalisht veten kur del para publikut, i cili e dëgjon me vëmendje, ndoshta mund t'i rrjedhin edhe djersën mes tacarit. Një predikues orator u pyet një ditë mbi sekretin e oratorisë së tij dhe ai u përgjigj: "Ngjitem në foltore pa e ditur se çfarë do të them, por me të parë njerëzit, shndrohem në një radio e cila
thjesht pret dhe përkthen frekuencat, më duket sikur zhytem në një botë tjetër. Kanalet televizive ja kanë lehtësuar rrugën e famës shumë njerëz. Disa programe janë specifike për prodhimin e yjeve në mënyrë surprizuese dhe shokuese. Një djalë apo një vajzë kaloi një dekadë punë tek një kanal televiziv, formatohet sipas një shablloni të caktuar, konsumohet dhe reklamohet, pastaj hiqet qafe. Fama e menjëhershme mund ta çojë një të ri drejt humbjes së ekuilibrit dhe të bëjë gjëra për të cilat do të pendohet më vonë. Kjo për shkak të dritave të cilat e pengojnë të shohë brenda vetes.